Kjo pjesa e antibiotikëve që e përmendë, sepse kemi trajtuar shumë herë edhe me mjek të ndryshëm, me farmacist, por edhe me shtetar për të marrë pozicione dhe anë nga më të ndryshme se si mund të ndryshojmë qasjen ndaj antibiotikëve. Ata janë jetik, është shumë e vërtet që ata shpëtojnë jetë në rastet e nevojshme, por njëjtë mund edhe shkatrojnë jetë në rastet e panevojshme. Duke bërë damet nga më ndryshme, duke fillu prej shkatrimet të florës të zorëve, deri tek dame tjera të mëdha, të cilat po besoj eksperta shëndetësori i dinë më mirë se na. Është shumë mirë elaboruar, unë ka isha ashtu asgjë më tepër, sepse çdo terapi e cila nuk bëhet në përshkrim apo në përputhje, rekomandim apo konsult me mjekun, nuk duhet me u përcjell. Mënyra më e mirë është me u konsultu me mjekun familjar apo me mjekun i cilin pastaj përcaktohet, dhe në bazë të asaj pastaj të përcjellen, por jo me mënyrën apo me qasjen tonë personale, sepse në këtë ne mendojmë që bëjmë një zgjidhje për një afat, për shembull një aspekt apo afat shkurt, por në kohë gjatë të tjetër apo në aspektet afat gjate, atëre kemi shkaktuar një problem, tuaj shkatruar edhe florat, por duke bërë rezistencë, duke mos leju mundësi të tjera në rastet të smundjeve për me u trajtu. Po, edhe pastaj bashkë kur duhet me u trajtu, nuk është më efekti i njëjtë.